Për të gjithë besimtarët ortodoks, kjo e shtunë është e shtuna e Lazarit, ngjallja e Lazarit. Me këtë rast në kishën ortodokse Ungjillëzimi në Tiranë është mbajtur shërbesa e mëngjesores dhe liturgjia hynore. Atë Haralam Gjoka gjatë predikimit të tij para besimtarëve të pranishëm, theksoi se gjatë 3 viteve të misionit publik të Krishtit, janë bërë mrekulli që njerëzimi nuk i kishte parë ndonjëherë. Atë Haralam Gjoka shprehet se ku është Krishti, nuk ka më vdekje, sepse ai vetë është jeta. Sot, në Ungjillin e sotëm, Zoti Krisht është në fund, në javën e fundit të misionit të tij në tokë. Por flasëm për mrekulli që s'kishte parë njerëzimi ndonjëherë, ngjallje të vdekurës. Si thot tradita jon, Lazari ishte farise. Tradita ortodokse thot që Lazari ishte farise, sepse dhe babai i tij ishte farise, ishte Simon fariseu. Dhe i thonë që Lazari mikujt është i sëmur për vdekje. Dhe tani të nisesh, me shumë mundësi nuk do arish ta gjesh gjallë. Ndërkohë që Krishti e dëgjoi këtë, Krishti që e dinte ku vente kjo situatë, nuk u nis direkt. Priti sa të vdiste Lazari. Dhe kur vdiq Lazari, ai e dinte si Perëndi kur vdiq Lazari, tha nxënësve të tij, çoni se do vemi tani te shtëpia e Lazarit, se miku in fjeti. Dhe kur ven atje, në Betani, dalën motrat e Lazarit dhe i thonë, Zot, në qoftë ishe këtu, nuk të e kishte ndodhur kjo vllai tonë. Ne dim shumë mirë që ke fuqinë të shërosh të sëmurët, por për të ngjallur të vdekur nuk ishin të bindura. Dhe Zoti Krisht atëre pohon, janë nga pohimet më të forta që kemi në Ungjill dhe ruan Johani, që unë jam ngjallja dhe jeta, dhe kush beson në mua, nuk do vdes kur. Dhe i kthet dhe i thot, e beson këtë gjë. Se besimi është ajo fuqi, çelësi, ku ti merr nga Krishti jetën, besimi tënd. Prandaj i thot, unë e kam fuqinë e ngjalljes, unë e kam fuqinë e jetës, por në qoftë se nuk besove, fuqinë time e bën zero. Shumë e rëndësishme të besosh ti që të marrësh nga mua. Atë Haralam Gjoka theksoi se historia e njerëzimit është si një lumë që derdhet nga goja e fjalës së Perëndis, nga goja e Krishtit dhe përfundon në këmbët e tij. Atë Gjoka u shpreh se krijimi ka një fillim, po ka edhe një fund të arsyeshëm.